Faleminderit miq që vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e EATN. Ne vim për ju nga ëna në të premte në orën 10:20 deri në orën 13:00 dhe u zbukurojmë paraditet tuaja. Do të kalojmë tani në një hapësirë tjetër dedikuar të bukurës në fushën e modës. Quhet përballje stilesh. Sigla. Moda është përtej të veshurës, tregon për personalitetin dhe stilin ton. Dhe her pas here ne mund të dallojmë një person pikërisht nga mënyra se si është veshur. Në këtë hapësirë që ne kemi quajtur përballje stilesh, do të përballim personazhe të njohur. Dhe sot kemi zgjedhur dy artiste të mirënjohura, të cilat janë këngëtare. Bëhet fjalë për Jonida Maliqin dhe Era Rusi. Dhe përpara se të vazhdojmë me krahasimin e stileve të tyre, fillimisht do të prezantojmë të ftuarën e kësaj rubrike, stilisten dhe kuratoren e imazhit, Zaimira Qeraxhiu. Zaimira, mirë se erdhe. Na ke sjellë ngjyra. Ngjyra dhe shkëlqim. Sërish me sjush është një kënaqësi e madhe. Gjithashtu kënaqësia është edhe jona. Unë të ftoj të shkojmë te këndi që kemi për këtë rubrikë. Që të ratohesh dhe të bëjmë një bisedë shtruar për një temë që është interesante sepse sa herë ka krahasim, ka edhe më shumë vëmendje. Gjithmonë është më bukur kur ti e krahason veten me dikë tjetër ose kur krahason dy personazhe me njëri tjetrin. Personazhet e sotme, si thash, ishin Jonida Maliqi dhe Era Rusi. Dy fjalë të shkurtra fillimisht për këto si dy personazhe, çfarë ke analizuar ti për to, nisur nga veshja që kanë nëpër skena, në daljet e tyre, në koncerte, ndoshta në Instagram? Po, unë do filloja nga gjëja parë nga Antoneta, se dua të interpretoj proprio të përshkruaj veshjen tënde, se ti je shumë e këndshme, angjëllore. Faleminderit shumë me Elenika, bionde, do më thënë të kanë bërë 2 metra përveç që je. Faleminderit shumë. Je 90, komplimenti. Do më skuqesh, apo nuk duket sot e skuqura me që se jam veshur me të bardha. Le të skuqesh. Një biondine skuqur. Atëherë, shumë faleminderit. Nga Jonida dhe nga Eva. Atëherë, unë i kam që të dyja shumë të njohura, shumë të dashura, edhe për publikun që janë shumë të vlerësuara. Jonidën e kam si idhull. Është një vajzë shumë e këndshme, e njoh dhe nga afër, ose më mirë të them njihemi nga afër. Ajo është, ta fillojmë si artiste, ta fillojmë si blogere, nuk e di se si ta prezantoj, instagramiste, do më thënë që ne, unë shikoj Jonidën që e kemi këtu dhe aty, në për evente, ajo është gjithmonë e ftuar, gjithmonë e zë një vend shumë të rëndësishëm dhe shumë të dukshëm. Ndërsa po të flasim për Evën, atëre këtu kemi për Era Rusin. Era Rusin, po, se ja thash 2 herë Eva, duke u nisur nga autoria jonë, që e kam shumë për zemër. Eva, bën gjerë pas e ne të ngatrojmë emrin e saj. Personazhe. Eva ka ngel në gojë. Kalojmë ke Era, po. Dhe Erën e kemi shumë prezente, do më thënë si artiste dhe... Me një zë potent. Është shumë e zonja, po do më thënë, ajo është shumë më tepër ke populloria, do më thënë, ajo është bërë njësh me publikun, shumë e këndshme kam ndjekur në disa nga koncertet e saja, ose aty ku ajo ka qenë prezente, dhe ka një veshje, mund të them që të dyja janë, do më thënë, në nivelin të lartë, por ama... E kanë të ndryshme. Të thash në qoftë se shkojmë këtë detaje, po ta shikojmë janë shumë të buruara. Që ta bëjmë edhe më të thjesht edhe ty komentimin, unë them të shfaqim në ekran disa foto krahasuese të veshjes së dy artisteve. Fotot e para janë foto portreti dhe ku duken edhe detajet dhe aksesorët siç janë kapelja, dorezat në rastin e Erës. Tu kemi 2 vajza VIP diva të spektaklit, do më thënë të televizorit, jo vetëm, po do më thënë të publikut shqiptar, dhe jo vetëm, unë do thoja që edhe në jashtëtetit na kanë nderuar në Eurovision që të dyja, por këtu e shikoj shumë të kuruara, shumë anjotanta, do më thënë vitet 80, të them për këtë
Këtë foto të Erarusit që e kemi tamam në vitet 80, por që po ta shikojmë shkon ke vitet 20, që pastaj ka qenë interpretuar dhe në vitet, domethënë modifikuar, rivizituar në vitet tjera, por pastaj në vitet 80 ka qenë një rivizitim, një risjellje e kësaj estetike. Ajo shumë e kuruar, shumë femër, shumë sensuale, dhe ndërkohë ne kalojmë ke Jonida, që Jonida është top del top. Okej, atëherë mendoj që duhet kalojmë edhe te fotoja e dytë për të pasur edhe më shumë element për të komentuar. Fotot e dyta të dy këngëtarëve, shumë të njohura në Shqipëri, Jonida Maliqi dhe Era Istrefi. Këtu i kemi të dyja në... Era Istrefi, Era Rusi, ndjes. Kemi disa era në showbiz. Këtu i kemi të dyja në veshje si që jam veshur edhe unë sot, që janë shumë të forta, shumë rock, po, edhe shumë për mbrëmje, në karakter të dyja shumë të fort. Nuk di që të them një krahasim, se janë të dyja shumë ndryshe nga njëra tjetra, por janë në të njëjtin stil, në fundit. Jonidën që tashmë e shikoj gjithmonë impecabile, që është shembull për shumë femra, për brezin jo vetëm të ri, por edhe over 40, mbi 40. Unë kam dhe Jonidën që e kam edhe, mund të them edhe një çik si bashkëpunëtore, nga që merr edhe me modën, kështu që Jonidën s'kam çfarë them. Kurse Erën e kemi shumë strange, shumë të fort, shumë me karakter i jashtë mase, si të them, transgresive, por që shkon shumë bukur. Dhe pash në veshje komplet ndryshe si që parë tjetër. Shoh që ti ke tendencën vetëm t'i lavdrosh artistet tona, por do përpiqemi të kemi edhe atë syrin kritik, her pas here, se nuk do e bëjmë çdo gjë këtu perfekt, sepse nuk është perfekt, edhe publiku her pas here, qoftë nëpër komente, qoftë nëpër diskutime, hedh ndonjë gjë, qoftë për një artiste, qoftë për ndonjë tjetër. Kështu që edhe ne do përpiqemi të jemi sa më racional, edhe në momente të caktuara të lavdrojmë njërin palë, edhe ndoshta të tërheqim vëmendje për ndonjë detaj tek pala tjetër. Do ta kesh parasysh këtë tek të gjitha fotot, se ndoshta ka foto që ty do duken me të vërtet perfekte, por që në vazhdim, kur çosh diçka, shprehu. Atëherë, unë mund të them në këtë, në çfarë shikojmë neve, unë krasoj, domethënë, atë imperfeksionin, unë e çoj në, domethënë, është në karakterin e secilës nga tyre, që domethënë secila nga to mbase ka dashur të nxjerrë në pa një aksesor, ose mbase edhe një ta interpretoj sipas muzikës, sipas videoklipit, kështu që domethënë kanë nxjerrë diçka që është jashtë normave. Ose ndoshta eventi ku kanë qenë pjesëmarrëse normalisht është për evente, brava. Por domethënë okay, do jem me kujdes. Okej. Tek kalojmë tek fotoja e tretë, shohim sa Zajmira më ka dëgjuar edhe do të jetë më kritike. Këtu është i cike vështirë për të qenë kritike, se në fakt që kanë foto shumë të bukura dhe veshje gjithashtu. Këtu janë dy videoklipe që nuk di që të them. Mirë, e bëjmë kështu atëherë, cila ngjyrë është e preferuara jote? Mos të krahasojmë me këngëtarët, je tek Gurkali dhe kombinimi jeshile apo tek Viola si një lule? Këtu anën e Erës, këtu, okej, ke kjo veshje. Lejlan e kemi në mod. Lejlaja është, përveç Lejlas, unë po shikoj aty që kemi dhe një materiali, që materiali është një set që jep jashtë mase, do është element shumë i rëndësishëm tek pjesa e veshjes, mund të them, se tani kemi këto drapeggio që janë veshjet me shumë volum, por ndërkohë kemi edhe këtë transparencën, kemi këtë feminilitetin, këto copat shumë të holla, të cilat japin një rëndësi ose një feminilitet artistes. Në rastin konkret, Era ka dashur të shumë sensuale në videoklipin që ka bërë, ose në foton që ka bërë. Jonidën e shikoj në rolin e instagramistes aty, nga që kemi këtë bojqelin me jeshilen, që janë dy ngjyrat e fundit që kemi tani, dhe të dyja bashkë, po të shikojmë në tonalitetet të ndryshme, janë shumë të përdorshme, të përdorë në shumë vite përpara. Mund të them që në veshjet e Alitalias, të ostave të Alitalias, që ka qenë veshjet më elegante, aty ishte gëshetimi me jeshilen me blu.
Dhe këtu e kemi të interpretuar me tonalitetet të ndryshme, por është tamam tendenca e fundit. Thënë shkurt, as këtu nuk arritëm do t'i kapim një kritik Zajmirës. Kalojmë tek fotoja e 4 për të provuar fatin përsëri. Fotoja e krahasuese. Zajmira, ne të gjithë e kemi pak shumë në gen që gjejmë gjithmonë diçka për të ngacmuar e për të kritikuar. Kemi gjetur dhe dy vajza që janë shumë të kuruara dhe shumë të kujdesshme në estetikën e tyre të jashtme. Kjo është për të ta bërë edhe më të vështirë punën ty. Në fotoja e radhës është street style dhe janë dy vajzat me sa shohëm, më duket janë jashtë Shqipërisë, nuk janë në Shqipëri. Janë jashtë Shqipërisë që të dyja, janë mire the street style, që të dyja janë, si të them që nuk janë të kuruara, mund të them që era këtu është shumë elegante për të qenë një street style, këtë po. Kurse Jonida është, a do të themi që edhe gërsheti është perfekt, do më thënë atë veshje, në atë fustanin e gjatë me kuadrate, që kemi shumë skoceze, por do më thënë shumë bukur. Kam shumë vështirësi që të shiko tani, të vërejmë dhe këtë gjën, ajo imperfeksioni, sistemon imperfeksioni që regula që prish regulat, këpucët e gjimnastikës që kanë veshur vajzat, interpretojnë në street wear, si që thamë, veshjet e tyre, se ndryshe këto vajza, po të kenë dhe një këpucë elegante, mund të përdorin dhe në gjatë ditës, po edhe në një mbasdite, në një aperitiv, pse jo? Që që dua të nënvizoj këtë gjën, Antonet, që këpuca është një aksesor shumë i rëndësishëm në interpretimin e outfitit. Atëherë do bëjmë diçka, duke u bazuar tek fotot që kemi parë, më trego cila prej vajzave ka stilin e saj, për shembull, pra, cila veshje i rinë më mirë, ku fiton Jonida dhe ku fiton Era, tek street style-i, tek veshjet me ngjyra verore pranverore, më vendos për se cila e vesh më mirë stilin e caktuar. Në këtë rast tek street style, cilës i përshtatet më shumë? Jonidës. Po tek veshjet me ngjyra që ishin Era në natyrë? Era e veshje më bukur. Veshjet me Temina? Era. Okej, kalojmë tek fotoja tjetër? Por unë to janë dy dalje. Fotot me kapele që janë të para që kemi parë. Do të bësh edhe krahasimin tek fotot me kapele. Nuk mund të kaloj. Tek ajo? Do më thënë, tek ajo fotoja me kapele, nëse të kuptova, doje të përcaktoje të dyja dy karaktere shumë ndryshe nga njëra tjetra, në stile shumë të ndryshme nga njëra tjetra, por që përfaqësojnë, do më thënë, number one, nëse flasim për gjithë fotot që kemi parë, unë ato të dyja i preferojnë ato dy foto. Dhe të dyja të pëlqejnë shumë, pra nuk ke një fituese. Okej, kalojmë tek kjo fotoja që na është shfaqur tani në ekran. Është Jonida e veshur me elementin e lëkurës, fustan të gjatë. Isha prezent në këtë event që u bë piramida. Duket shumë vibrante Jonida. Po, Jonida ishte, si mund të them, ajo ka një pal leggings, ka një pal streqe me këtë gjaketën kjo, doj që e quajmë, ka ngjyrën që zganxante, ka çantën në formë zemre të lëkurës që shkojnë tani këto over, si që shkojnë çantat shumë mini, shkojnë edhe çantat oversize, dhe ajo është edhe qismi, është gjitha e kuruar në detaje, kështu që do kem shumë vështirësi që të kritikoj diçka. Kurse në rastin konkret, për shembull kemi Erën, që Era lidhet jashtë mase me atë mondanitetin e ambientit ku është. Ka këtë barokë mbrapa, që do më thënë me veshjen që ka është madhështore. Pra të dyja janë përshtatur eventet që kanë qenë dhe ambientet. Edhe pse janë komplet totalisht, se unë për shumë unë Erën të veshur si Jonida nuk do i kisha parkur. Jonidën base, nga që ka edhe fizikun që do më thënë ja... Nësa unë mendoj të kundër tënë. Jo, specialista e fushës të Zajmira Antoneta. Atëherë, do kalojmë tek fotoja e fundit, për sot, krahasuese mes Erës dhe Jonidës. Një foto më stil për të dyja, nëse mund ta themi. Këtu janë shumë strong që të dyja, këtu janë dy vajza tregojnë karakterin e saj e tyre, dhe më thonë, nuk kanë dalë jashtë personazheve që të dyja janë këto, por këtu kemi të interpretuar një
Jonit që aty kemi shumë design, kemi një dikush, një kurator mbrapa që e mbulon, është komplet një jashtë rregullave, jashtë normave, do më thënë, është një wow, një ecentrika sa s'ka ku shkon me veshjen e saja. Ndërkohë që ne shikojmë erën më transgresive, më të fortë si karakter, por që elementi i leopardit kam përshtypjen normave, edhe pse është shumë sensuale, me dekolten, ka dhe veshjen leopardata, por që është perfekte, por do më thënë është shumë më tepër brenda normave se sa Jonida. Dhe ti preferon? Guxon, Jonida guxon. Ti preferon guximin? Po. Era, thash, në foton e parë ishte wow. Okej, po bëjtë një pyetje të fundit unë, artisteve, cila veshje u rrite më mirë? Cila i rrinte më mirë Jonidës dhe cila erës? Jonidën do i shikoja, do më thënë, më përqeu jashtë mase, veshja e fundit në eventin e fundit, që thash ka qenë javën që shkoj të Ajo me veshjen e kuqe. Ajo është Jonida. E gjithë veshja edhe detajet në të kuqe. Ndërsa për erën, veshja e preferuar, që i rrinte më mirë dhe që shprej më mirë nëpërmjet asaj që kishte veshur? Ishte brava, me fustanin Lejlan që ishte ke videoklipi me Lisharsen, aty ishte era. Por ke fotoja me kapele, sa më përqen. Të cila? Fotoja me kapele. Me kapele. Personalisht mendoj që erës, të paktën bazuar nga karakteri me sa kam parë si personazh ekrani, i rrite veshja e fundit i qëndronte më shumë e përfaqësonte atë. Të falenderoj shumë Zaimira. Do flasim le Quinte, përsa e përket. Po, e vërtet. Do të kemi përsëri në javët në vazhdim këtë rubrikë që për mua është më pëlqen shumë, edhe në javën e vazhdim do përpiqem të nxjerr anë të tjera Zaimirës, pak më kritike të saj, se sot nuk arritëm dot shumë. Linja është për vështirë. Të falenderoj shumë e dashur dhe i kaloj linjën Ivës.